parë që zoti Agasi nuk është ndonjë person i cili është i punësuar në shtet apo ka një pozicion të rëndësishëm në shtet. Përkundrazi, ai është një person i cili ushtron një veprimtari biznesi me miq dhe me bashkëpunëtor, jo vetëm Ermalin, por edhe të tjerë, gjë që unë me sa di unë dhe me aq sa njoh unë dhe ju, se ju tashmë jeni bërë profesionista, nuk ka në kodin penal në vepër penale për të cilën duhet të akuzohesh për misit apo për bashkëpunimin apo iniciativën e lirë. Do të bëjmë dije që zoti Agasi nuk ka asnjë aplikim asnjëherë në biznes, në tendra të tilla të akshit, sepse në të gjithë veprimtarinë e tij ekonomike dhe financiare, ai nuk e ka në objektin e veprimtarisë që përputhet me veprimtarinë e akshit. Jeni konsultuar me klientin tuaj? Ja, doja them. Ç'ne i video regjistronte takimin? Po do ta them dhe atë në fund, po më lër të shpreh për transmetuar para opinionit, sepse nuk ka rast tjetër për të shpjeguar para opinionit pozicionin e Agasi, e zotit Agasi. Gjithashtu, zoti Agasi nuk ka përfituar asnjë tender nga financat që kanë të bëjnë me taksa dhe tatimet e personave, pra nga buxheti i shtetit. Zoti Agasi në të gjithë veprimtarinë e tij nuk ka asnjë veprimtari të kundëralishme që të ketë bërë në fushën e biznesit. Për sa i përket ato filmime që janë bërë, atje është një instrument sigurie, sepse shumë kohë përpara zoti Agasit i është tentuar për t'ju vjedhur ambientet e biznesit të vet dhe ai ka vënë këtë, siç vën çdo njeri, që ajo është me fluks vetëm televizjeve, nuk injizon, as nuk filmon. Në qoftë se njëri kalon, ajo jep me njëherë. Po spaku ka zbardhur edhe audio video aty. Këtë po kërkojmë dhe ne, pra të na japi dhe ne që të dimë se ndodhet klienti juaj dhe pse është larguar. Meqë ka qenë klienti im nuk është larguar, unë kam komunikuar me familjarët, ai është në jashtë shtetit duke lidhur një marrëveshje në fushën e biznesit vet. Në cilin shtet? Nuk jam avokat për të treguar juve se ku është, në cilin shtet. A do vedorzohet Agasi? A do vedorzohet? Patjetër, s'është punë Kur do vedorzohet? Kur të